Nëse folim edhe për një strategji tjetër online, atëherë pika e parë është se sot në Evropë llogarisat gati kanë rrapë prej sistemit, se çka është sot aktive është trafiku. Mos u mbrengosni në atë pjesën se s'kam për llogarisa, kam 1, 2, 3, 5. Për nësi është trafiku, nëse 1 milion trafik hin dite, domethënë në faqen tonë të produktit tuaj ose të kujki, ajo është diçka e mirë. Është e mirë se ka interesim prej 1 milion ikën mbesin 100.000, prapë është e mirë. Prej 100.000-ve ikën prapë mbesin 50.000, prapë kjo është e mirë. Prej 50.000-ve ikën mbesin vetëm 10, prapë është e mirë. Se prej atyve 10-ve, nësi është 2 me vlerë produkte. Kjo është një diçka shumë e mirë. Mirë po dalim te strategjia se ku deshte me thotë. Një ndër strategjitë që shumë kompanitë mëdha përdorin është se krijimi i një brandit tënd më së pari. Pa një brand është shumë e kotë me hap një faqe në web edhe me thonë unë e kam një web. Është shumë e kotë dhe është jo funksionale, jo profesionale. Mirë po nëse na e krijojmë gjitha pjesë, pas krijimit të asaj pjese, domethënë një funnel apo një landing page apo thanks page, këta pjesë, duhet me inkuadru dikon. Ku me inkuadru këtë pjesë? Kjo pjesë duhet gjithmonë në media sociale tash, që është aktiv dhe është super fuqi për momentin, që gjithçka është e digitalizuar. Nëse ne kemi një produkt dhe nuk dim se ku, në çfarë mënyre, duke mos kriju nevoja të kotat e njerëz, atëherë hym rrjetet sociale dhe kërkojmë grupet e caktuara cilat e kanë këtë problem në bazë produktit që ti e ke. Kur them grupe të caktuara, ka grupe të caktuara në Facebook, në Instagram, TikTok edhe gjithandaj, ku ju mundeni me hyrë si vizitor i thjesht. Dhe çfarë ndodh? Mjafton me një like të dikujna që ka postu diçka në atë grup. Një koment të thjesht, dhe çfarë ndodh pas atij komenti ose një like. Interesimi zgjohet drejt për drejt të që ata dojnë me pasë kush je ti. Kjo ndodh automatikisht ata hyjnë në faqen tonë dhe shohin që wow, ti pas ke produkte shumë bashkë për këtë pjesë që ata janë të e qa hallin me një tjetrin. Dhe automatikisht ata hyjnë dhe 99.9% ka mundësi me qenë klient ose blerës potencial të produkteve tuaja. Pra, mos harroni, kjo është një ndër strategjitë e mira që jo shumë e përdorin, kompanitë e përdorin duke paguar agent tyre për e kryer këtë punë.